Vetëm në disa muajt e fundit kanë ndodhur së paku 10 raste të ofendimeve, kërcënimeve, madje edhe me vdekje apo thjesht pengime të gazetarëve në kryerjen e detyrave të tyre të përditshme. Akterët kryesor të tentimeve të tilla kryesisht ishin zyrtarët e institucioneve kosovare, pjesëtarët e sigurimit të tyre apo të ashtu quajturit biznismen të fuqishëm që ose janë pjesë e politikës ose kanë lidhje të fuqishme të interesit me vetë politikanët. Vetëm para disa ditësh, gazetarët e medias online Insideri, të njohur për gazetari hulumtuese, kanë marrë kërcënime me vdekje, me që kanë arritur deri te një zbulim skandaloz, se kompania Euroida nga Rahoveci kishte importuar mish të prishur, të skaduar edhe me shumë vjet, nga kompania Veviba. Unë e thomë për vetën, që jam vetë budasët, një qinore marrë këllësh një kove vi edhe duhet një sharit tjetë, rëpër e shkojnë burë. Edhe e di për shka, o manjerë dali pare kafetarisë, po e që përdo mune. Parim Olluri, drejtor i Insiderit, thot se jo vetëm nga institucionet përgjegjëse, duke përfshirë edhe të ganën, nuk kanë mundur të marrin informata zyrtare lidhur me emrat e kompanive që e kanë importuar mishin e prishur, por as policia nuk ka ofruar me njëherë siguri fizike për objektin ku gjendet redaksia. Unë jam i bindun që politikanët e përdorin policinë e Kosovës si kompani private të sigurimit fizik për më kujdes për sigurinë e tyre personale. Dhe në rastet kur bëhet fjalë për gazetarët, unë e dyshoj që ju pëlqen që gazetarët mos me qenë të sigurt. Në momentin kur gazetarët janë pa sigurt me raportu, atëherë numri i raportimeve të ndjeshme, numri i hulumtimeve publikune bjen, dhe kjo është ajo që konvenon politikanëve. Me gjithë forma që gazetarët me u friksu me raportu hulumtime. Njëna për forma është që mos me qenë aktive policia Kosovës. Ai pohon se edhe çdo biznesmen i suksesshëm në Kosovë ka lidhje të forta me kreun politik, i cili i mbron ata me heshtje pas raportimeve për rastet dhe skandalet e ndryshme. A keni ndonjë pyetje tjetër, shpesh mund të dëgjohet edhe në konferencat për shtyp të zyrtarëve të lartë kosovar, me çka vërtetojnë mosgatishmërinë e tyre për t'i dhënë përgjigje publikut lidhur me ndonjë çështje apo problem të ndihshëm. Në fakt, thirrjet e gazetarëve në konferencat për shtyp më së shpeshti përfundojnë vetëm me deklaratën e ndonjë zyrtari, pa mundësi që gazetarët të shtrojnë pyetje, por me një presion indirekt mbi mediat që atë deklaratë ta publikojnë. Petrit Çollaku, hulumtues në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, konsideron se muajve të fundit gazetarët ballafaqohen me shumë vështirësi në kryerjen e punës së tyre, por edhe me kërcënime të hapta. Që është më e keqja, kur është ndru kjo qeveri, është ndru dhe diçka një lloj, si të them, averzioni ndaj mediave, ndaj gazetarëve. Për shembull, kemi rastin e deputetit Bek Berisha, që i çon selam një gazetari, i thotë edhe një herë me shkruaj me fol, dëgjon kjo. Pastaj deputeti ish kolegu ynë, Milen Zeka, shfrytëzon fortorën dhe lindjon gazetar duke shfrytëzuar atë hapësirë, atë fortore nga parlamenti, duke të merr me këshirë për çështjet e veta personale. Saranda Ramaj, gazetare së përditshme Koha Ditore, edhe vetë e ka përjetuar që kryetari i parlamentit jo vetëm të mos i përgjigjej pyetjes së saj lidhur me një tender të Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe t'i nënshtrohet ofendimeve të tij. Dhe pastaj ka qenë sulmi i tij që ti je gazetare e politizume dhe ka vazhduar me ofendime tjera që nuk është mirë ti me dëmtu sistemin, nuk është me dëmtu shëndetësinë. Mund nuk më ka bë, në fakt ka qenë edhe mendoj një lloj tendencë diskreditimit para kolegëve, por nuk është që më ka bë përshtypje shumë sjellja e Zotit Veseli, për shkak që ne jemi mësuar me Zotin Veselin dhe me kolegët e Zotit Veseli, sidomos të Partisë Demokratike e sidomos në brenda grupit Koha, ku unë jam gazetare, vazhdimisht kolegët e mi edhe mua na kanë sulmuar ose na kanë lidhur me ndonjë grup të interesit sa herë që kanë konvenuar pyetjet ose raportimet tona. Kryeministri Ramush Haradinaj, i cili edhe si deputet i opozitës, por edhe me ardhjen e tij në krye të qeverisë, ishte kundërshtar i hapur i marrëveshjes mbi demarkacionin e kufirit të Kosovës me malin e Zi,
Duke konsideruar se me këtë Kosova humbet mbi 8 hektar tokë, në mungesë të përgjigjes në rikujtimin e gazetarit se ekspertët edhe përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar nuk mendojnë ashtu, është të përgjigjur. Po shumica juj as dini me lexu anglisht, as po dini me i kuptu çka kanë thonë, problemi është juj, s'kam ndaj koment. Nuk përputhet. Ju po raportoni pa ditë si po raportoni personi. Shkoni më shumë në shkollë, çuni çfarë po thonë ata. Flutura Kusari, eksperte për të drejtat e mediave dhe lirinë e shprehjes, konsideron se qeveria e Ramush Haradinajt është një nga qeveritë e pakta që në një kohë aq të shkurtër ka adresuar aq shumë akuza në llogari të gazetarëve. Ka fillu me akuza ndaj gazetarëve, shumë pak e hapur ndaj gazetarëve në përgjithësi, qoftë përmes çastën dokumente publike ose me informacione tjera, përkundër faktit që i ka emëruar disa persona kyç për me folur me media, kur është në pyetje çështje për cilat publiku ka interes të informohet, ata persona nuk përgjigjen, kështu që kjo qeveri është larg një shembulli se si duhet të jetë një qeveri transparente. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria Haradinaj miratoi koncept dokumentin për shërbimin për marrëdhëniet e qeverisë me publikun, dedikuar përmirësimit të komunikimit me mediat dhe publikun, ku janë përfshirë edhe një numër propozimesh të gazetarëve. Në mesin e tyre edhe nevoja për publikimin e sa më shumë dokumenteve në web faqen e qeverisë me qëllim të shtimit të transparencës, sikur edhe që zyrtarët e institucioneve të Kosovës të mos i shfrytëzojnë rrjetet sociale si zëvendësim për konferencat për shtyp.